Mi mbrëma dhe mirë se keni ardhur në Më lër ta mbaroj. Dhe ne kemi zgjedhur që ta bëjmë të emision ndryshe nga emisionet e tjera, ta bëjmë këtu në Vlorë, sepse është fort për Vlorën, por shumë pak është diskutuar për vlonjatët. Do çfarë mendojnë vlonjatët, është të mirë të Vlorës apo jo? Dhe ndërkohë që po bëhen protesta në Tiranë, ne vendosëm të vinim këtu në Vlorë dhe të flisnim me vlonjatët. Po pse le çuna bëheni, domethënë, pse bëheni të këqinj? Se unë për këta të dy, me thënë drejtën, kam pas respekt, kam, patjetër, por me këto lloj gjëra që po bëjnë, sikur po ma prishin pak qefin. Po pse e profilizoni sikur janë mbledhur shqiptarët për Vlorën, për Zvërnecin? Zvërneci, Donald dhe Romeo ishte pika e fundit në një god plot, ishte problemi i fundit në një god plot të mbushur me probleme. E kuptoni? E para punës, por që këtë vlonja do pyesë, më vlla, se ju zuri era vjetë, era përç, era kolere, vlla. E kupton se 2 orë ujë, biles as 2 orë s'kishit. Vjetë, kam qenë vjetë në Vlorë, dhe nuk jam larë zot. Kam blerë 2 koli ujë, i kam nxjerrur me tenxhere, i kam vakur me tenxhere që të lahesha në Vlorë. O Donald, o Romeo, edhe nuk kishte ujë, linja. Si ndihen vlonjatët për Vlorën? O vlla, shqiptarët janë mbledhur se Zvërneci e mbushi kupën. Rjolli, Zvërneci, shëndetësia, ekonomia, ku di unë, nuk ka rimbursime, vlla, nuk ka, kuptoni apo jo, nuk ka rimbursime, nuk ka shëndetësi, nuk ka arsim. U vra polici djenë Maliq, vlla, pardje. E vrau shteti, vlla, jo dora e kriminalit. Dora e kriminalit bëri atë që lejoj shteti. Çfarë bëri? Se po t'ishte ai shtet aq i mirë, aq i fortë, nuk e kishte lejuar, nuk i jep hapësirë kriminalave. Por duke qenë se është i pakt me këta, duke qenë se ka duart e piksta me korrupsionin, normale që i lë çfarë bën kriminali vret policin, edhe thonë vrau popullin, nuk e vrau popullin, jo, e para e punës, e dyta e punës. Kushtet e policëve janë 0, rroga s'ka, ai s'kishte antiplum. S'kishe janë tiplum, duke qenë shqipojnë, s'kishe janë tiplum. Janë shumë gjëra që janë mbledhur Donald dhe Romeo. Mos e profilizoni Zvërneci vlonjatët, sikur ja qa... O, vllai, ke lexuar pankartat. Rjolli, hidrocentralet janë Zvërneci, është shëndetësia, është kriminalistika, është ekonomia, është... Ti me 80.000 lekë në muaj, qa do bësh ti me 80.000 lekë në muaj? Asgjë s'bën. Nuk pi do të një kafe, vlla, në mëngjes, e kupton, nuk ha do të një drek me 8.000 lekë ti. Se ke rritur pjacën shumë, ndërsa pensionisti e ha muajin, e kalon muajin, ka s'ka e kalon i shketi, ose të dalë do mbledh një bodile plastike, atë ta shgjesi. Se s'ka qa bën, ose në kanaçe, e kupton? Se nuk i del 80.000 lekë. Kështu që mos u bëni të poshtër, vetëm ta profilizoni sikur u mblodhëm neve këtu, zgjodhëm, nuk u dolëm në Tiranë, zgjodhëm këtu, e qa bëre, thjesht për diskutuar për programin tanë. Mos na bëni tani të futemi me ashtu siç dim neve. Atë ke qenë vllai. Rrini pak koherent me gjën. Nëse s'ke gjë për të, nëse normale se s'ke qa flet ti o Donald, e kupton zemra, nuk ke qa flet kundër sistemit, sepse para 2 javë ke dalë si investitor strategjik në Vlorë me pallat që janë 18 kaça, 30 kaç sa e ke bër. Sa e kem plan, e kupton, nuk del dot, s'ke se si del ti. Dhe ke zgjedhur ata vlonjatët aty vërdall ti, për shembull, kush ishte ai Ronato, çka ka ai çuni atje, e gjithmera janë tërë këta që janë krasë, tërë këta që ishin dje në atë në mbledhjen e PS-s në Vlorë. Kështu që normale ke zgjedhur këta ti, po ata të vërtetit që u pikon shpirti për shembull jo. Keni një kolegun tuaj aty që para ca ditë pata një bisedë telefonik, janë duke bredhur kanë 20-30 vjet me vetëm duke bredhur gjyqeve me pronat. Të marra nga shteti, të marra nga oligarkët. Jo po e për Zvërneci. Patjetër e Zvërneci është pjesë e protestës. Patjetër është pjesë e protestës. Zhvillimi në Vlorë për të gjithë, për të mirën e të gjithëve, vlla. Zhvillimi bie ekonomi. Po qa ekonomi e qa të fut në gjep? Ty të fut në gjep, vlla, se të dha lejen për të dha mundësinë si investitor strategjik. Po qa më dha mua, më vlla, e kupton? Qa më dha mua si popull? Investime në Vlorë, vlla, e kupton, vlla? Po e se tash se latna, o dilni atje mos dile ose mos fol, nëse s'keni gjë për të thënë, as pro as kundër, mbyllini halen edhe kaq. Ata në një çuna më na acaroni kot pa lidhje.